Përshëndetje miq, mirë se erdhët edhe në WhatsApp në këtë pjesë ku flasim me msafirë të ndryshëm për tema të ndryshme, sidomos risi. Çfarë do të flasim sot në fakt është një revistë, nuk është risi, por shënon një jubilej të rëndësishëm, ka 65 vjet që botohet. Revista Jeta e Re është ajo e cila ka filluar të botohet në vitin 1949 nga Esad Mekuli, e sot lirisht mund thuhet se është revista me traditën më të gjatë letrare, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Për të folur pikërisht për këtë jubilej, në studio kemi kryeredaktorin e sotëm kësaj reviste, Agron Gash. Agron, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Cila është rëndësia e, dua të them, kësaj reviste në kohën e vet, atëherë kur filloi të botohet? Faleminderit. E para që na vjen mend është që vërtet në 65 vjetorin e revistës Jeta e Re duhet kujtohet sepse është revista e parë letrare edhe cila po mbijeton që 65 vite me radhë falë krijuesve shqiptar. Mbi të gjitha është revista Jeta e Re është një port, si themi, një shtëpi e madhe, një shkollë apo më mirë të themi prej së cilës ka ndarë shkrimtarë dhe krijues më të mëdhenj të letërsisë shqipe në Kosovë. Dhe nuk është thënë një herë, po disa herë radhazi dhe është fakt i gjallë se revista Jeta e Re, prej revistës Jetës së Re ka dalë dhe letërsia e Kosovës, dhe letërsia bashkohore në përgjithësi, po thuajse që është zhvilluar në Kosovë, është rritur përmes revistës Jeta e Re. Numri i parë ka dalë pikërisht, siç e thatë edhe ju, në vitin 1949, e udhëhequr nga Zekria Rexha, ka qenë drejtor, nuk ka qenë kryeredaktor, por në cilësinë e drejtorit, së bashku me një organizim që e kishte me Esad Mekulin. Natyrisht, kjo është numri i parë, i cili vërtet duket modest, por ka një përmbajtje, i kanë kushtuar rëndësi përmbajtjes dhe cilësisë. Aty jepet që në parathanjet e redaksisë jepet edhe misioni i saj. Jo vetëm misioni që t'jetë një revistë tipike letrare, e cila ishte e para kësaj natyre në Kosovë, po kishte edhe mision edukativ dhe arsimor. Ashtu thuhet në parathanjen e saj, ndërkohë që për nga trajta dhe përmbajtja nuk i ikë vjes as vjes nacionale dhe pse temat. Pikërisht kjo është ajo që dohet pyesja në vazhdim, duke pasur parasysh pra edhe kohën kur filloi të botohet, problemet me cilat mund të jenë përballur shqiptarët në atë kohë, pra te i kalon statusin letrar të saj. Po, e vërtet, dihet që Esad Mekuli edhe si poet, edhe si njeri, edhe si krijues intelektual, dhe intelektualet cilët e kanë drejtuar revistën e Jetën e Re, nuk e kanë pas statusin vetëm të poetit, të autorit dhe intelektualve që merren me kulturën, letraren përgjithësi, po edhe me problemet nacionale. Vështirësitë kanë qenë më të mëdha. Natyrisht që është dashur të ketë edhe një guxim për një nismë të tillë, sidomos në vitet e pas luftës ku trumbetohej për real socializmin, e kemi një prononcim, themi, prej përkthyesve, siç thuhet, përkthyesme që përkthyes ka qenë njëjtën kohë dhe drejtuesve Esad Mekuli. Më lejoni vetëm ta citoj njërin nga shënimet e, siç thuhet, të përkthyesve, ku thotë serbët e mëdhej të çdo ngjyre dhe profesioni, prej Ballkanusit, Xhorxheviqit dhe kompanisë së tyre, deri tek Gliroj Bozhoviqin dhe të ashtu quajtur në fletore në Ashdom të Shkupit, i janë përpjekë që përpara opinionit publik të atërshëm të mshefin të vërtetën dhe miqenjen e pakicës nacionale shqiptare në Jugoslavi. Kanë folë e s'kanë shkrua se në Serbin jugore ka vetëm serb musliman, me një pakicë të vogël turqish afër 30.000 e tjerë. Do të thonë, njëkohësisht ata kalemgji, veglat e shituna dhe shërptor besnik të bërgjësisë shoveniste serbe, e kanë paraqit popullin shqiptar si tegër gjakpirs të padeng për drejtat me elementare njerëzore. Të shkruhet dhe të mbrohet të drejta elementare, ashtu siç i kanë cilësuar si pakicë nacionale të përkatësisë muslimane, dhe të ngrihet një Esad Mekul në vitin 1949, korrekt kur është zbatuar kjo, së bashku me Zekria Rexhën, vërtet tregon për natyrën e saj reviste, e cila nuk ishte vetëm mision letrar, kulturor. Natyrisht se me që kemi fjalën për kodin nacional, e cila trajtohet brenda kësaj reviste, që në numrin e parë e kanë parasysh edhe anën profesionale, qoftë në dizajn, qoftë në cilësi, anën tematike,
synimi tyre është që tjetë një revistë gjithë përfshirëse, gjithë kulturë. Prandaj, këtu në këtë numër, përveç poezisë, prozës, dramës, kemi edhe rubrika tjera të veçanta, si që është Horizonti. Përgjithësa autorët më të njohur, se cilët kishin pak a shumë të kishin bërë emrin, ishin të identifikueshëm si krijues letrar, publikonin në pjesën e parë. Do të thonë, ishte rubrika e veçantë Horizonti, cilët i mbledh të krijuesit të rinj, student, nxënës shkollat mesme, fshatra, qytete. Pastaj kishte pjesën e recensioneve e cila mbahej mirë, që në fillim domethënë prezantohet rubrika për recensione dhe kronika për ngjarje të ndryshme. Ajo që e bën shumë të veçantë këtë numër, i cili i përbëhet vetëm prej 88 faqesh, është edhe fuqia për të krijuar mendimi për të krijuar një revistë intermediale. Këtu kemi të paraqitur dhe folklorin muzikor të Kosovës. Do të thonë, nuk është vetëm revistë tipike letrare ashtu si potencohet, por kemi madje edhe analiza muzikologjike, siç kemi madje edhe të prezantuara përmes partiturave, siç është kjo e Kënga Regjes e studiusit dhe muzikologut të njohur Lorenz Antoni. Por ajo që duhet të thënë këtë 65 vjetor, është pikërisht fillimi i mbar i guximshëm i Zekria Regjes. Pastaj, kryeredaktorit e parë, Esat Mekuli, në vitin 1949, korrekt të këtij viti, e cila pason me një redaksi të zgjedhur me Anton Pashkun, Enver Gjerçekun, pastaj Tajar Hatipin, të cilët në njëjtën kohë e luanin rolin e krijuesit, e luanin rolin e përkthyesit, redaktorit, dhe sidomos përkthimet të cilët i kishin vështirësitë të mëdha që trajtoheshin në atë kohë, gjetjet e autorëve, përkthyesve, në njëjtën kohë krynin detyrën edhe të redaktorëve, edhe të përkthyesve, edhe të krijuesve. Vetëm shembullin nga ky numër, e kemi Esat Mekuli prezantohet edhe me punim letërsi krahasimtare. Provon të nisë ashtu si ka nisë, na kujton Konicën me Albaninë e tij, të kohtore letrave shqipe, se si duhet shkruhet, si duhet jetë puna krijuese. Në anën tjetër shkruan poezi me pseudonimin ose me emrin e tij letrar, Sat Nokshqiqi, sepse nga modestia e këtij e bën në fillim dhe pastaj vazhdon edhe si emër letrar. Më vonë kemi një nisë e cila nuk du t'i harroj, as t'i mbetem kuj në hak, më që kemi parasysh, 65 vjetorin, e kemi një nisë pastaj të mbarë pikrisht me krijues tjerë të cilët marrin pjesë aty. Janë ata që në mënyrë sistematike në 2 dekadet e para që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë. Siç është Anton Pashku, Qerimu Ikani. Anton Pashku i prezantohet me prozë dhe jep themelimin e prozës bashkëkohore në Kosovë, do të thonë bazat e prozës bashkëkohore. Qerimu Ikani prezantohet me poezi, pastaj Josip Rela në fushën e dramës, Muhamet Kërveshi përveç në poezi, pastaj edhe në dramë. Beqir Musliu me poezitë e tij si sistem poetik, me ciklet e tij në mënyrë sistematike. Pastaj Ali Podrimja, Faridin Guga, Nazmir Rahmani, Din Mehmeti e tjerë. Mirë, ajo që ka pas rëndësi këto periudhën e parë, do të thonë dekadat e para ka qenë edhe kritika, përveç poezisë, prozës, ka qenë kritika edhe në kryet e secilës pothuajse dhe kontribut një madh që nuk duhet harrohet dhe duhet përmendet pikërisht në të 65 vjetor, ishte kontributi i Vehap Shites, Hasan Mekulit, Masash Tavilecit, Recep Qosit, Hilmi Aganit, Ali Demjasiqit edhe Mansur Raifit. Pra, Vehap Shita në njëjtën kohë edhe ishte si pjesë e redaksisë punonte, në njëjtën kohë bënte kritika teatrale, përgjithëse Hasan Mekuli ju përkushtu letërsisë botërore, edhe me përkthime, edhe me vonë edhe si kryeredaktor, edhe përkthente edhe bënte letërsi krahasimtare, që merrej kryesisht në fushën e letërsisë botërore. Sigurisht, Agron, dua të flasim më tej se sa vetëm numri i parë. Me gjithë rëndësinë që ka numri i parë, sepse vetjeta e re është një histori e tërë, për të folur për shumë emra njerëzish që kanë kontribuar në mënyrë të vazhdueshme. Dua të flas për pak minuta për problemet që është përballur jeta e re. Nga vitet e 50-ta u bë revistë 2 mujore, më 89-ën u botua çdo muaj, në të 90-ta dihen problemet e përgjithshme me cilët u përballen shqiptarët në Kosovë, sigurisht edhe revista Jeta e Re.
Vërtet, kishte problemi shumë të mëdha, prandaj duhet të vlerësohet mundi dhe kontributi secilit kryeredaktor nga Zakria Rexha, Asad Mekuli, Rahman Dede, Recep Qosi, Hasan Mekuli, Ali Demja Siqi, Sali Bashota, Hasan Mekuli, Dem Topalli, Edirit Aga Polloni dhe unë tash që jam me i riu, pothuajse në këtë rand që e menaxhojmë jetën e re dhe si kryeredaktor. Vështirësitë ishin të mëdha. Në fillim kishte qëllime të caktuara që të hapet, zërohet jeta e re. Përveç problemeve financiare, politikës redaktuese e cila duhet të kalonte thjesht përmes një cenzure, përmes një kontrolli politik, jeta e re natyrisht kishte qëllime që të zërojë me autor bashkohor, natyrisht jashtë rrojeve, domethënë etnike, konkretisht merrej pikërisht edhe me autor nga letërsia e Shqipërisë, letërsia bashkore. Në këtë rast, duhet shfrytëzohej në një ide. Deri në vitet 1967 nuk ka pas ndonjë bashkëpunim, përveç me krijues që ishin nga shqiptarët e Maqedonisë, nga Mali Zi, me që i takonte Asad Mekuli, nga Shqipëria nuk ishte bashkëpunëtor, nuk ishte një bashkëpunim të mirëfillt. Dhe për herë të parë shfrytëzohet, si themi, një hipotezë letrare, shfrytëzohet disa krijime letrare me temë ideologjike, me qëllim që të publikohen disa autor. Këtë rast publikohet Skënder Luarasi, Andrea Varfi, Drita Agolli, Ismail Kadare, madje edhe Vebi Bala. Pra, shfrytëzohet pikërisht për tema sociale, për tema të ideologjisë komuniste, atë shkruhet Kinse për Stalinin dhe kjo nuk ishte esenca se të publikohet dhe ti trumbetohet real socializmi dhe politika o tilla, po qëllimi ishte që më njëherë pas tyre të publikohen edhe autorë tjerë, e që me vonë do të kemi fill në vitin 1968 për shkak të rrezikave të mëdha përkundër tyre, kemi prezantimin e letërsisë bashkore në Shqipëri, autorëve të cilët vetëm po rriteshin, kishin bërë emën pak a shumë në revistat e ndryshme, të pakta që ishin në Shqipëri, si Bilal Gjaferi do të vjen me Purpurantin, e që me vonë do shndrohet në vepër, pastaj Klara Kodra, Xhaxhej, Naum Prifti. Pra krijohet një ndërkomunikim, të shndrohet në një sofër, një tryezë ku mund ndeshin edhe autorë tjerë dhe pikërisht prej nga marrin rritet. Vitet 90 shënon vitet ku vërtet ashtu siç dihet ndërprehen financimet, pastaj është çështje për mbijetesësh, pjesë e kësaj duhet përmendur me rritje shumë të madhe deri madje edhe tani. Kontributi përveç të tjerëve i Dem Topallit si drejtori i saj, i cili pas viteve 90 ka bërë çmos që ta ngritë dhe ta mbajnë vazhdimsi që kjo revistë sot jetë 65 vjet e vjetër dhe tjetë në revistat më të vjetra, do të thonë rajon edhe në Ballkan, dhe ndoshta më serioze sot, sidomos këto vitet fundit. Pra, vitet... Pas luftës janë përcjellur ato probleme që ishin para luftës? Pas luftës ka pas probleme pashtu të mëdha për financimin, sidomos në vitin 2002 fillon prap një përkrahje deri diku. Megjithatë, Dem Topalli prap duhet i referohemi, i cili bashkë me kryeredaktorin e saj Sali Bashota i gjen do zgjidhje dhe do bërime për ta publikuar. Vjen pastaj në 2006 sërish prap e menaxhohet disi merret me prapa i njëjti autor, njëjti kryeredaktor dhe i ofrohet deri në kalojmë 2010-ën, domethënë këto probleme të financimit e kanë përcjell jetën e re deri në 2010-ën. 2010-ën prap me iniciativë prap Dem Topallit, i cili i na ofron një grup të rinj kryme Aga Pollonin, Nona Grongashin, Gzim Aleun dhe Adil Ullurin dhe e bëjmë kërkesën në Ministrinë e Kulturës për çfarë ka hasë në mirë kuptim në 3 vjet e para dhe tani e tutje me revista e re, jeta e re e ka ndru konceptin pothuajse e rum, formatin çfarë e ka, përmbajtjen disa rubrika, mirë po i ka shtu disa rubrika të veçanta, dhe natyrisht ka hasë në përkrahjen e Ministrit të Kulturës Memli Krasniqi. Cili është misioni tash tutje e kësaj reviste? Si mision radh parë të publikojmë, të mbajmë revistën Jeta e re, pavarësisht vështirësive të cilat i ka në buxhet, sidomos vitin e fundit me që 5.000 euro me pak është ndarë nga Ministria e Kulturës,
qoftë për shkak politika çfarë i ka Ministria e Kulturës po e cek vetë. Mirë po si mision ka natyrisht që të mbjetoj dhe të mbetet e tillë si revistë shumë e rëndësishme me vlerë të veçanta, të prezantohen autorë të rinj, të prezantohen edhe sepse për këto 4 vite të cilat ne e kemi menaxhuar revistën Jeta e Re deri nga 400 deri në 500-600 faqe. Kemi shtu rubrika të reja dhe t'i mbajmë këto rubrika dhe të mbetet si revista vërtet letrare cila meriton si revista më e mirë në rajon. Natyrisht misioni ynë është ky është ekzemplari i fundit. Ne i kemi ndru paka shumë disa rubrika i kemi shtu, përveç rubrikës kritikës letare, poezisë, prozës, kemi shtu edhe rubrikën e intervistave që janë intervistat zgjedhur ku prezantohet mendimi i thukt për ndihmor në fushën e letërsisë dhe teorive letrare, eseistikës. Pastaj e kemi shtuar rubrikën dosier ku që disa numra me radhë, të më thonë janë si numra tematik, si që është numri i fundit e kem prezentu Paul Maldunin, pastaj me herë Gjona Zhberin, Claudio Magres, dhe autorë të tjerë të cilat vërtet me parë nuk janë përkthyer në gjuhën shqipe, mirë po ne i sjellim qoftë me intervista, interpretime, pastaj edhe me shkrime. Si do botohet tash tutje revista Jeta e Re, do të jetë mujore? Revista Jeta e Re, pothuajse këto 4 vitet e fundit ju ka kthy prap traditës, është botohet 3 herë në vit dhe kështu do të vazhdoj 3 herë në vit për shkak të buxhetit. Ne do të kishim mundësi edhe 4-5 herë në vit botohet, me që është kaq voluminoze, natyrisht po të kishim jetën materiale mirë, po ne presim mbështetje prap dhe një mirëkuptim nga Ministria e Kulturës së vitin e ardhshëm, të cilët na vazhdimisht konkurrojnë me projekte dhe natyrisht që ne do të vazhdojmë dhe nuk do të ndalim në gjitha format, ne do të gjejmë mundësi dhe burimet për ta botuar dhe në njëjtën kohë sepse është interesi i gjithë qytetarëve dhe i kulturës letrare shqiptare në përgjithësi. Sigurisht, sepse ne jemi një popull që thirremi shumë në traditën dhe kjo është pjesë e traditës tonë, si revistë shumë e vjetër dhe rëndësishme sigurisht. Përkundër faktit që është përballur me probleme. Dhe një tjetër ta quaj problem kushtimisht është fakti që janë këto numrat e vjetër shumë të rëndësishme, sigurisht edhe të kërkuar që nuk mund gjenden më. Mirë, është revistë, por ka mundësi ndoshta që digitalizohen dhe lexuesit mund t'i gjej në forma më të lehta elektronike? Po, keni të drejtë. Para do kohësh kemi pas një takim në Akademinë e Arteve dhe Shkencave të Kosovës dhe e kemi parë që ju kishin rrekur punës thjesht ta digitalizojnë dhe kështu që jemi në kontakt që t'i dorëzojmë gjithë numrat në mënyrë elektronike, po edhe gjithë numrat e mëparshëm ata vetëm po i digitalizojnë dhe po i kthejnë në mënyrë elektronike. Thjesht është duke bërë një punë shumë e madhe, një incizim shumë i madh i akademisë dhe i punëtorëve të këta akademisë të arteve për ta ofruar në opinion dhe në mënyrë elektronike dhe nga numri i parë dhe deri tek numri më i ri i cili kur do të dalë. Sigurisht. Agrën, të falenderoj shumë që erdhe sot, uroj shumë suksese dhe besoj që për shkak të punës tuaj të vazhdueshme do të kemi prap biseda të tilla në studion e Bombonit. Do të doja që në një bisedë të ardhshme do të ketë debat tjenë edhe redaktor, kritik letrar, njerëz, ish kryeredaktor të cilët kanë kontribuar shumë, kanë dhënë shumë për Jetën e Re. Natyrisht unë jam kryeredaktor, po vërtet ka njerëz këtu që akoma janë gjallë, që kanë kontribuar nga vitet 50, 60, 70, të cilët do duhet ishin në një debat të tillë dhe meriton një revistë si kjo të ketë një debat pak më të gjerë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë.